Qëllimi i Perëndis është për te të kuptuarit ton kur kalojmë gjëra të vështira. Dhe e di se pikërisht tani disa nga ju po kalojnë gjëra shumë të vështira dhe kjo nuk ka kuptim për ta dhe ata nuk i kuptojnë dhe nuk duken të drejta. Besoj Zotit dhe bëj të mirën. Mendoj se mund të merrni një vendim para se të lëndoheni për mënyrën se si do të reagoni. Dhe mendoj se duhet jetë pjesë e ecjes suaj me Perëndin, dhe se duhet të lutemi Perëndi nëse dhe kur të lëndohem, më ndihmo të reagoj siç duhet. Kur dikush të më ofendoj, më ndihmo të mos ofendohem. Jini gati, jini të përgatitur për të falur. Habakuku 3, 16 deri 19 thot, kam dëgjuar dhe të përbrendshmet e mia u drodhën dhe buzët e mia u drodhën atë zë. Një krimb hyri në kockat e mia dhe një frikë e madhe më pushtoi përbrenda. Megjithatë do të ri qet ditën e fatkeqësisë që do t'i vi popullit që e mësyn. Habakuku e dinte se do të sulmoheshin nga një armik i madh dhe e dinte se do të kishin probleme. Dhe po dridhej dhe po lëkundej. Sa nga ju e din se ndonjëherë pasi keni qenë tek doktori, ai ju merr në telefon e ju thot ta takoni për një konsult sa më shpejt, është si Perëndi, ju trembeni dhe bëheni nervoz. Mirë, shihni vendimin që Habakuku mori para se armiqtë të mbërrinin atje. Ndonë se fiku nuk do të lullëzoj e nuk do të ketë asnjë frytë e ardhit. Ndonë se punimi ulliri do t'jetë zhgënjyes dhe arat s'do t'japin më ushqim. Ndonë se kope do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenës talla. Me fjalë të tjera, pavarësisht se sa keq janë gjërat, unë do të zgjedh të ngazëllohem tek Zoti. Forca, ne mund të marrim që më parë vendimin se çfarëdo që të ndodh, ne do të ngazëllohemi tek Zoti. Po ju them diçka, nuk do t'ju pëlqej, por do t'ju a them gjithsesi sepse është e vërtet. Jo gjithmonë gjëra do të përfundojnë ashtu siç na pëlqen ne. Mirë se erdhët në jetën reale. Ky nuk është film, nuk është telenovel. Njerëzit janë të këqinj, egoist, të përqendruar tek vetja. Ata do të përfitojnë nga ju do të lëndoheni, por prap mund të bëni një zgjedhje. Nuk ka pse t'i urreni njerëzit nga që janë të këqinj, në fakt mund të keni dëmshuri për ta dhe t'ju vi keq për ta. Dhe kjo është ajo që duhet të bëjmë. Me baban tim unë arrita në pikën ku më vinte shumë keq për të, nga që kur nuk pati një jetë. S'pati një fillim të mirë, nuk ishte i edukuar siç duhej. S'do të thotë se ajo që bëri ishte e drejtë. Nuk ishte e drejtë dhe ai e dinte këtë, por ai s'pati jetë. Askush s'erdhi në funeralin e tij, askush s'donte t'ja dinte, askujt si mungoi. Në fund të jetës kishte vetëm keqardhje. Mos e harxhoni jetën kote, kur të jeni 90 të ktheni kokën pas e të keni veç keqardhje. Bëni diçka që kur të ktheni kokën pas të jeni të lumtur. Unë do të ngazëllohem tek Zoti. Zoti është forca ime dhe burimi i kurajos sime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drurve dhe do të më bëj të ecë me siguri frymërore mbi lartësitë e mia. Bibla e amplifikuar thotë se lartësitë janë sfidat dhe përgjegjësitë. S'dua ta them përsëri këtë, bëni sikur e kuptuat. Mos e harxhoni kot dhimbjen, ky është titulli i mesazhit tim sot. Të gjithë lëndohen. Të gjithë duan të shërohen, por jo të gjithë janë të gatshëm të ndihmojnë dikë dhe unë besoj se ka një qëllim për atë që ndodh në jetën tonë. Nuk mendoj se Perëndia është ai që na lëndon, por mendoj se ndonjëherë ai mund të na çlirojë më shpejt nga sa e bën. Sa nga ju mendojnë se ai mund ta bëj. Dhe ndonjëherë ne utohemi shumë se përse ai nuk e bën.
Nëse mund të më çlirosh tani, përse do të më lësh ta kaloj këtë për një vit, derisa ta bësh. Sepse sinqerisht, ne jemi si fëmijët, dhe ndonjëherë duhet I lëm fëmijët të lëndohen për pak kohë, që të paguajnë për atë që kanë bërë. Pse? Sepse ne I duam dhe duam që ata të mësojnë të mos e bëjnë përsëri. Amen. Kështu, nëse e kanë futur veten në të lashe për shkak të mungesës së njohurive ose zgjedhjeve të këqija ose mosbindjes, ndonjëherë gjëja më e mirë që Perëndia mund të bëjë për mua është të mos vije të më çliroj prej tyre, por të më lërë të marr një mësim të mirë. Sepse ne gjithmonë fitojmë eksperiencë nga gjërat që kalojmë, dhe unë dua t'ju them sot se Perëndia po kërkon njerëz që të punojnë për mbretërinë e Tij, por ai do njerëz me eksperiencë. Amen. Ju mund të keni 5 diploma dhe të mos jeni aq të vlefshëm sa dikush që nuk ka asnjë diplom, por ka 5 apo 10 vite eksperiencë. E po më ka shkuar jeta kot, por s'ka pse t'jetë kështu. Kur Jezusi ushqeu të 5.000, kishin mbetur veç tërmia dhe ca copa të vogla. Tek Gjoni 6:12 tha, mblidhni copat që tepruan që të mos shkojë dëm asgjë. Dhe besoj se këtë do të thotë Perëndia sot për jetën tuaj. Ai do që të mbledh të gjitha copat, të marrë të gjitha copat e vogla që kanë mbetur e që ju mendoni se s'janë të mira, gjithë gjërat që mendoni se kanë shkuar dëm në jetën tuaj. Ai do që t'i mblidhni e të thoni, ja ku jam Perëndi, nëse mund të bësh diçka me këtë rëmuj, janë të tuat. Ai do t'i marrë të gjitha ato copa të jetës suaj dhe do të bëj diçka të bukur me ato copa, dhe ai do që me anë të hirit të Tij ju të përdorni atë që ka qenë dhimbje në jetën tuaj për fitimin e dikujt tjetër. Mendoni për një çast, nëse ju pëlqejnë mësimet e mia, e dini pse ju pëlqejnë? Sepse s'kam lexuar thjesht libra e të vi këtu. Përvoja është ndryshimi midis teologjisë së thatë të vdekur dhe predikimit të vajosur. Doni t'ju a them përsëri? Përvoja është ndryshimi midis teologjisë së thatë të vdekur dhe mësimit e predikimit të vajosur që ndryshojnë jetën tuaj kur I dëgjoni. Ja përse dy njerëz mund të predikojnë të njëjtin mesazh, por nëse njëri prej tyre ka një predikim që e ka marrë nga një libër, mund t'ju vërë në gjumë. Kurse kur dëgjoni të njëjtin mesazh, të njëjtat fjalë nga dikush që e ka jetuar dhe I ka kaluar vetë dhe është në zjarr dhe ju godet drejtë në zemër, jeta juaj ndryshon. Po ju them të vërtetën, unë s'përpiqem t'ju mësoj gjëra për të cilat nuk di asgjë. Dikush më tha kohët e fundit, mendoj se duhet të bësh një seri mbi zbulesën, I thashë jo, nuk duhet. S'duhet ta bëj. Pse? Sepse unë nuk e kuptoj atë. Dhe e di se është e rëndësishme dhe e lexoj zbulesën sepse Bibla thotë se jemi të bekuar kur e bëjmë, por ka 1000 teori të ndryshme për fundin e kohërave. Dhe po ju them se teoria ime është, thjesht jini gati të shkoni në çdo kohë. Vërtet, përse duhet të dini, po them, Pali mendonte se po jetonte në fundin e kohërave. Gjithashtu të gjithë themi se Jezusi do të kthehet shpejt. Mirë, dua të them se unë di një gjë, nëse ai po jetonte në fundin e kohërave, tani janë më të fundit e kohërave. Se di nëse Jezusi do të kthehet sa të jem unë gjallë, por po ju them se jam e lumtur që ai mund të vijë sot dhe unë jam gati të shkoj. Kjo është mënyra si duhet jetojmë.
Duam të jetojmë si shpresoj të dëgjoj ndonjë nga ato serit mbi zbulesën që të di se kur do të kthehet Jezusi e të bëhem gati në rast se vjen shpejt. Jo zemër, duhet të jetojmë gati, jo të bëhemi gati, por të jetojmë gati. Mos kini frikë nga vdekja, gëzoni që do të shkoni në qiell, aty fillon jeta e vërtet. Dhe Jezusi do të kthehet shpejt, dhe kjo nuk është koha të vini kot vërdall, e të mos bëni atë që Perëndia po ju thot. Sikur asgjë tjetër të mos bëjmë, mund të fillojmë në këtë takim duke falur çdo që na ka lënduar dhe duke marrë këtë vendim. Unë nuk do ta jetoj jetën time e zemëruar me njerëzit që më kanë lënduar dhe që ndoshta se din çfarë kanë bërë. Unë do të bëj atë që Perëndia thot dhe do të lutem për ta, sepse s'dua që ata të shkojnë në ferr, dua që të shpëtohen dhe dua të kenë një jetë mirë. Kur filloni ta bëni këtë, djalli më mirë t'ju hap rrugë, sepse ai s'mund t'ju kontrollojë më. Kemi pak nga zjarri i frymës së shenjtë këtu sot. Jam në mes të 20 mesazheve dhe se di çfarë po bëj. Le të bëhet rëmuja juaj, shërbesa juaj. Po flisja me një vajzë një ditë dhe Zot, jeta e saj u bë shumë ndryshe nga sa ajo mendonte se do të ishte. Më kujtohet para se ajo të martohej dhe dukej sikur do të bëhej një predikuese shumë e mirë. Punoi për ne për disa kohë me shërbesën e burgjeve. Pastaj u martua, bëri një vajzë dhe vajza e saj e parë kishte probleme me shtyllën kurrizore. Veç kësaj, ishte edhe autike. Dhe s'ka nevojë për fjalë sa e vështirë ishte. Pastaj bëri një djalë dhe i thanë se ishte autik dhe ajo e kundërshtoi, tha jo nuk është. Dhe djali ishte mirë, por në vend që të ishte e hidhur dhe mohuese, nga që jeta e saj nuk ishte siç ajo e kishte menduar, ajo e ka kthyer në një shërbes tani dhe po përpiqet të punojë me sa më shumë kisha të mundet, që ato të kenë një program të veçantë, një dhomë të veçantë dhe të kenë edhe vullnetar që do të kujdesen për fëmijët me nevoja të veçanta të dielave në mëngjes, që prindrit të kenë kohë të ulen një herë në javë në kishë së bashku. Sepse dëgjoni, kur unë nuk e di si është kjo, sepse kurs jam përballur me këtë. Por ajo po e merr. Dëgjoni, kur ju merrni diçka të keqe dhe e ndryshoni atë dhe bëni diçka të mirë me të, atëherë kjo largon shumë nga dhimbja juaj. Kjo nuk do të thotë se nuk është e vështirë pika ku jeni, por unë po e përdor atë që më ndodhi për të ndihmuar të tjerët, sepse kam parë se ç'mund të bëj Perëndia në jetën tuaj nëse i bëni gjërat sipas mënyrës së tij. Bota i sheh gjërat ndryshe dhe ata s'mund ta kuptojnë se ju mund të keni një tragjedi dhe të dilni triumfues prej saj, madje edhe më mirë se sa ishit para se t'ju ndodhte. Ky është Perëndia që i shërbejmë. Forca, ky është Perëndia që ne i shërbejmë. Ai mund të marrë një tragjedi dhe ta kthejë në një bekim. Dëgjoni, ka shumë gjëra që unë si di, por po ju them një gjë që e di dhe e besoj këtë. Unë jo thjesht po predikoj. Unë besoj se nëse duam vullnetin e Perëndis dhe e duam atë, ai do ta marrë çdo gjë që na ndodh dhe do ta kthej për të mirën tonë. Unë e besoj këtë. Me disa nga njerëzit që ne punojmë, kemi një shprehje dhe themi, kjo do të përfundoj mirë. Kjo do të përfundoj mirë. Forca, çfarëdo që ju po kaloni tani, por nëse veproni sipas mënyrës së Perëndis, do të përfundoj mirë. Nuk po bëj ndonjë premtim për ata që janë të pabindur, por nëse jeni të gatshëm ta doni Perëndin dhe të bëni atë që ai po ju thotë të bëni, forca. Do të flasim këtë fundjavë për të qenit më të mirë, jo më të hidhur, të djegur, por jo të hidhur. Dhe kjo do të thotë që t'i harrojmë të këqijat e së kaluarës e të mos
të mos nxjerrim justifikime. Ti nuk e di se çfarë më kam bërë. Ti nuk e di sa e vështirë është. Unë e di sa e vështirë është. Perëndia nuk na vajos për gjërat e lehta. Ne kemi fuqinë e frymës së shenjtë në jetën tonë, sepse ne mund të bëjmë. Më dëgjoni, ne mund të bëjmë çdo gjë që Perëndia na thotë të bëjmë, sepse ai na ndihmon ta bëjmë. Ju mund të falni. Mirë, 2 Korintasve 1, 3 dhe 4. Këto janë shkrime të bukura. Dëgjoni, bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i të mëshirëve dhe Perëndia i çdo ngushëllimi. Tani, vargu 4, i cili na ngushëllon në çdo shtrëngim tonin, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarë do shtrëngimi. Kështu, çfarë po thot këtu? Ai po thot, mirë, kur keni probleme, ju mund të thërrisni Perëndinë e çdo ngushëllimi, Perëndinë e gjithë mëshirës, dhe ai do të vijë t'ju ngushëllojë. Po, ai do të ndiheni mirë, por ka një qëllim më të lartë. Ai dëshiron t'ju ngushëllojë. Ju jeni lënduar, ai dëshiron t'ju shërojë. Tani ai do që ju të ndihmoni dikë tjetër dhe dëshiron që nga që keni përjetuar atë që Perëndia ka bërë për ju, tani jeni të licencuar dhe të pajisur me eksperiencë për t'i treguar dikujt tjetër se Perëndia mund ta ngushëllojë në atë gjë, mund ta ndihmojë ta kapërcej dhe ai person do t'ju besojë, jo nga që ju po e bindni atë, por sepse në jetën tuaj ka një vajosje për shkak të asaj që ju keni kaluar. Kur ju kapërceni gjëra, dilni prej tyre të vajosur. Forca, gruaja që vajosi këmbët e Jezusit, duhet të thyente enën e vajt. Duhet të ketë patjetër thyerje në mënyrë që vajt të derdhet. Po të studioni se si e nxjerrin ata vajin, do të shihni se fara duhet të shtypen që të nxjerrin vajin, dhe ndonjëherë mishi ynë duhet të shtypet në mënyrë që Perëndia të nxjerrë gjërat e mira që janë brenda nesh, që vërtet do t'i ndihmojnë njerëzit. Amen. Sa heri kemi thënë Perëndis, kjo gjë po më vret. Më në fund unë e kuptova, e dini çfarë? Është e vërtet. Diçka na vret në mënyrë që Krishti të jetojë përmes nesh. A më dëgjuat? S'mund ta duroj këtë, mundeni. Ndryshe s'do të kalonit përmes saj. Perëndia ju ngushëllon dhe çfarë pret që ju të bëni? Ai pret që ju të ndryshoni dhe të ngushëlloni dikë tjetër. Forca, Perëndia nuk na shëron që thjesht të ndihemi mirë. Ka një qëllim për ju. Po të mos kishte qëllim, ju tashmë do të ishit në shtëpinë tuaj në qiell. Nuk ka rëndësi sa të rinjeni apo sa të vjetër jeni. Perëndia ka një qëllim për ju. Nëse jeni këtu, Perëndia ka një qëllim për ju. Dhe kështu në vend që të shihni predikuesin e të prisni që ai të bëjë diçka, ju duhet të zbuloni atë që Perëndia do të bëni dhe të filloni ta bëni. Dhe ndoshta do të jetë shërbes në platformë dhe më mirë lutuni të mos jetë. Por po ju them diçka, gjithsecili prej jush mund të ndihmoj dikë. Gjithsecili prej jush mund të ndihmoj dikë. Gjithsecili prej jush mund të bëj dikë të buzëqesh. Mund ta bëni më të mirë jetën e dikujt dhe kur ta bëni do të jeni aq të lumtur sa s'do ta përmbani veten. Qëllimi i Perëndis është për te të kuptuarit ton kur kalojmë gjëra të vështira. Dhe e di se pikërisht tani disa nga ju po kalojnë gjëra shumë të vështira dhe kjo nuk ka kuptim për ta dhe ata nuk i kuptojnë dhe nuk duken të drejta. Besoj Zotit dhe bëj të mirën. Nuk e di nëse e keni vënë re këtë apo jo, por unë fillova të vija re në jetën time se mund të kisha një problem shumë serioz dhe s'kisha çfarë të bëja. Nuk ishte asgjë që unë vetë mund të bëja për ta rregulluar problemin tim. Por ndërsa s'mund të rregulloja problemin tim, Perëndia po më përdorte të rregulloja të dikujt tjetër. Kjo është e bezdisshme.
Dhe mendoja, në rregull, pse po më lejon të ndihmoj të tjerët dhe jo veten time? E po është shumë e thjeshtë. Perëndia nuk do që të ndihmojmë veten tonë. Ai do që të ndihmojmë njëri tjetrin. Amen. Dhe kështu ja si funksionon. Kur unë zgjatem dhe ju ndihmoj ju, Perëndia zgjatet dhe më ndihmon mua. Por nëse po zgjatem të ndihmoj veten time dhe nuk kam kohë për ju, atëherë thjesht po harxoj kohën kot dhe kur nuk do të bëj gjë. Apo e kuptoni këtë? Nëse keni një problem, mos u përpiqni ta rregulloni vetë. Bëni atë që Perëndia po ju thotë. Dhe bëuni bekim për dikë tjetër. Ne duhet të arrijmë të sillemi si të krishterë të vërtetë. Vërtet, ne duhet ta bëjmë këtë gjë, një urdhërim të ri po ju jap, ta doni njëri tjetrin ashtu siç unë ju kam dashur. Nga kjo do t'ju njohin se jeni dishepujt e mi. Si mund ta bindim ne botën? Kushdo që është i krishter, të dalë në botë e të dojë të tjerët. Duajini armiqt, duajini motrat dhe vëllezrit besimtar, falini njerëzit që ju trajtojnë keq, bekojini ata, ndihmojini kur ka nevojë. Jozefi u lëndua, ai mori shërimin dhe ç'bëri, ndihmoi të tjerët. Zanafilla 50, 18 deri në 21. Pastaj erdhën edhe vëllezrit e tij dhe ushtrinë para tij dhe i thanë: "Ja, ne jemi shërbëtorët e tu." Këta ishin vëllezrit që e shitën. Jozefi u tha atyre: "Dëgjojeni këtë kish, mos u tremni, se mos jam unë në vend të Perëndisë? Hakmarrja është e tij, jo e imja." Me fjalë të tjera, po, unë tani jam në një pozicion ku mund të hakmerrem. Por ky nuk është vendi im. Unë kam një gjë për të bërë dhe kjo është t'ju bekoj, Perëndia do të merret me çdo gjë tjetër. Dëgjuat? Unë kam një gjë për të bërë dhe kjo është t'ju bekoj, Perëndia do të merret me çdo gjë tjetër. Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbej të mirës. Dhe dëgjoni vazhdimin për të kryer atë që po ndodh sot, të mbash gjallë një popull të shumtë, siç janë në këtë ditë. Perëndia duhet ta vinte atë në një pozicion ku ai jo vetëm do të kishte mundësi ta bënte, por edhe do të fitonte përvojë të mjaftueshme për të menaxhuar pallatin e faraonit në krizën e urisë, dhe në këtë proces do të ishte në gjendje të kujdesej për familjen e tij. Forca Perëndia është më i zgjuar se ne. Ruthi u lëndua kur bashkëshorti i saj vdiq. Dhe vjera e saj, Naomi, ishte judease, kurse Ruthi ishte moabite. Ajo adhuronte Moabin dhe kur Naomi vendosi pasi bashkëshorti i saj vdiq dhe dy djemtë e saj vdiqën, ajo vendosi që të kthehej tek njerëzit e saj në Jude dhe njëkohësisht e nxiti Ruthin që ishte moabite të kthehej në shtëpinë e saj. Sepse ajo tha: "Unë jam e lënduar, jam e varfër, nuk kam asgjë për të ofruar." Por Ruthi zgjodhi rrugën më të vështirë. E dini sa sfiduese është të gjesh dikë që të zgjedhë rrugën më të vështirë? Mojsiu e bëri këtë. Thuhet se ai preferoi që më mirë të duronte vështirësitë me vëllezërit e tij se të jetonte si biri i faraonit. U largua nga një jetë e rehatshme për të bërë atë që Perëndia i tha të bënte, që kështu të ndihmonte njerëzit. Mirë, Ruthi zgjodhi të rinte me vjerën e saj dhe s'kishin asgjë për të ngrënë, ajo duhet të shkonte në Ara për të gjetur ushqim. Ruthi zgjodhi rrugën e vështirë sepse besonte se kjo ishte ajo që Perëndia donte. Ajo tha: "Njerëzit e tu do të jenë njerëzit e mi, Perëndia ju do të jetë Perëndia im." Më në fund ajo martua me burrin më të pasur në atë vend, që vinte direkt nga linja e gjakut të Jezusit. Shpërblim shumë i mirë, apo jo? Dhimbja jon mund të ketë një qëllim, nëse jemi të bindur të bëjmë çdo gjë që Perëndia na thot. Ai e përdor atë jo vetëm për të mirën tonë, por edhe të njerëzve që na rrethojnë.
Le të bëhet dhimbja juaj fitimi i dikujt tjetër.